Ambasadori i Japonisë në Kosovë, Kiminori Iwama, ka realizuar vizitë në zyrën rajonale të radiotelevizionit të Kosovës në Prizren. Gjatë kësaj vizite, ambasadori është pritur nga stafi i RTK-s, të cilët e kanë njoftuar për punën e përditshme të kësaj zyre, si dhe për sfidat dhe arritjet e saj në shërbim të informimit të qytetarëve. Përderisa flasim për bashkëpunimin e ardhmen me Japoninë, veçanërisht për Gjajkan, Japonia është një mike e përhershme e shtetit të Kosovës dhe ne kemi bërë më të mirën e mundshme për të identifikuar se cilat janë nevojat për këtë vend, se çfarë mund të bëhet dhe se çfarë do të mund të bëhet për të gjithë ne për një mbështetje më afatgjate. Ushtruesi i detyrës së drejtorit gjeneral të RTK-s këtë vizitë e vlerësoi hap pozitiv drejt forcimit të bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve të dyja vendeve me tekst të veçantë në fushën e medias. Këto vizita të njëpasneshme të ambasadorë japoneze të institucionet të tjera nga Japonia, përfshirë Gjajkan japoneze dhe televizionin publik japonez, janë shenje drejt për drejt dhe shumë e qartë e përkrahjes që Japonia dhe populli japonez e japin për Kosovën, shtetin tonë me tekst të veçantë për transmituesin tonë të vetëm publik, që është RTK-ja. Sot ishim këtu në zyrën rajonale të RTK-s në Prizren, siç dihet ne jemi në përgatitje si për të hapjes së një zyre të re rajonale në Pej, e cila po ashtu përkrahet nga Gjajka japoneze dhe televizioni publik japonez NHK. Vizita e ambasadorit në zyrën rajonale të RTK-s në Prizren vjen në kuadër të angazhimeve të vazhdueshme të ambasadës japoneze për forcimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Zyra rajonale në Prizren është një ndër projektet e suksesshme trevjeçare që ka grumbulluar gazetar nga të gjitha komunitetet e që ishte hapur me ndihmën e Gjajkës japoneze.